është e qartë për Lidhjen Demokratike, ose do duhet ishte e qartë që edhe për të gjithë të tjerët, opinionin publik që pikrisht personaliteti i zonës ish presidente ishte Moll Sherri, themi kushtimisht, thojza për të shkuar në zgjedhjet e kaluara, sepse nuk ishte figurë e pranueshme që të vazhdojë mandatin edhe një mandat tjetër për vetëvendosje. Por me dignitet politik u mundua, domethënë kreu i vetëvendosjes dhe kryeministin e detyrë që ta gëlltis gjitha të mos përputhje dhe kundërshti që kishin mes veti, që ndonjëherë dilte edhe publikisht, format më të ashpra të shprehjes duke thënë që po dikush bën bigjoz, luan bigjoz me shtetin e tjera, dhe nuk e vund shumë sipërfaqe, por thellësisht janë dallimet e mëdha dhe mendoj që Lidhja Demokratike pas rezultatit që ka marrë, edhe me Vjosa Osmanin Sadriun, nuk mund të pretendoj, ose madje edhe mund të heqë dorë nga emri për postin e presidentës të së përmendurës, por jo edhe nga posti president nga dikush tjetër nga Lidhja Demokratike. Prandaj jemi këtu në një fushë të paqartësuar, të mrekulluar politike, dhe se si do të përfundojnë tendencat për të marrë sa më shumë pushtet, sepse kjo është kjo. Edhe kjo në qoftë se merë, çka do qoftë një marrëveshje gjithëpërfshirëse, qoftë me presidentin, një pjesë të pushtetit, mund të ndikoj pozitivisht në frymën e konsolidimit saj që ka brenda qartë, ka paqartësi dhe ka grupacione. Dhe për ta përmirësuar klimën edhe me antarësinë, mandej mandati, mandej janë zgjedhjet e rregullta, kështu që të qetësohet situata, kanë interes. Edhe unë mendoj që këte duhet ta artikulojnë me një kërkesë modeste, të arsyeshme, proporcionale me pushtetin dhe votat dhe besimin e fituar, dhe të pajtohet me vetëvendosjen. Në anën tjetër, vetëvendosja po ashtu duhet të heqë dorë nga marrja gjithë asaj që quhet pushtet, dhe aq më tepër kur nuk i ka votat për presidentin, ti ke për parlament, ke për qeveri, po është kot, ata s'bëjnë punë më shumë se 2 muaj. Pas 2 muajve duhet shkuar në zgjedhje, pastaj edhe 45 ditë tjera. Prandaj, nëse jemi në këtë pat pozicion, ishim më herët, nuk u morën vesh, edhe pas zgjedhjeve tashme mund të përsëritet e njëjta situatë politike, të njëjtat mosmarrëveshje, sepse janë kundërshti të mëdha, mosbesimi i madh. Dhe mund të jenë proporcionet edhe më të padëshiruara për të gjithë, edhe për opozitën edhe për pozitën. Do të ishte mirë dhe është momenti i fundit që të merren vesh, të ketë një marrëveshje, të formohen institucionet dhe të vazhdohet aktiviteti për qytetarin dhe Republikën, sepse jemi në zgrips edhe jemi në fazën e fundit të besimit të rënë për toke, nga Bashkia Ndërkombëtare, nga Bashkimi Evropian, që tërheq vërejtjen që nuk mund vazhdohet kështu, dhe nga vota demokratike, sepse po dëshmojmë që nuk jemi sa duhet të pjekur dhe të aftë për të kaluar vetveten dhe për të ndërtuar institucione për ta forcuar shtetin. Por, më tepër të prirur që ta mbajmë peng shtetin, institucionet dhe Republikën, mos flasim për buzën e qytetarëve që po ja bën kjo klasë politike, duke ju besuar dhe duke i vënë sprov disa herë, duke ju treguar në zgjedhjet e fundit me leksion konkret, me abstinencë, mungesë në daljen, në përqindje shumë tul, këta nuk marrin vesh. Kjo do të ishte kësaj radhe, nëse vazhdon kështu, do të ishte diçka që mund të jetë fatale pikërisht për këto subjekte politike, po edhe për vendin në përgjithësi dhe ne qytetarët.